Pra ai që jep zeqat, cilave rregullat duhet i nënshtrohet, dietarët islam kanë shënuar nëpër librat e tyre dhe kanë thënë, e para, pasuria e atij që jep zeqat duhet të jetë halal. Sepse Allahu subhanahu wa taala dëshiron që ajo pasuri që shkon tek fukaraja dhe nevojtari të jetë e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, të jetë e pastërt, të jetë në rrugën në cilën është i kënaqur Allahu azza wa jall, e të mos jetë nga ato rrugë që janë rrugët e shejtanit dhe nga ato rrugë që e bëjnë paran dhe fitimin, rrezikun e bëjnë diçka që nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Andaj pasuria duhet të jetë në esencë pra halal, e fituar me djers, pastaj të jepet tek kategoritë që i ka cekur Allahu azza wa jall. E dyta, që pasuria e atij që jep të japet për hir të Allahut azza wa jall. Sepse siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Me të vërtetë veprat shpërblehen sipas niyetit. Dhe çdo gjë të cilën e veprojmë jetën e kësaj bote, do ta ketë rezultatin varësisht nga niyeti dhe qëllimi që e kemi pasur në jetën e kësaj bote. Andaj, kush jep diçka për syrin e njerëzve, për lavdat, atëherë Allahu ato vepra në ditën e gjykimit do t'i bëj hije e pluhur. Për arsye se qëllimi kryesor është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, nëse një person i jep 500 euro tek fukaraja dhe qëllimin e ka që t'i bëjë reklamim vetvetes së tij, atëherë kjo vepër nuk do të pranohet tek Allahu azza wa jall. Për këtë arsye pra jemi të obliguar që ta pastrojmë jetën dhe ta bëjmë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu, e treta, sikur është që ndërlidhet me dytën, e që është të jap fshehurazi, që mos ta shohin njerëzit, përveç në rast se zekati i tij do të jetë nxitje për të tjerët, atëherë mund ta jap edhe haptas. Përndryshe, gjithmonë Allahu azza wa jall në Kur'anin famëmadh na ka preferuar që zeqati kur të jepet ose sadakaja ose diçka prej lëmoshës të jepet fshehurazi, nga se kjo do të jetë më e mirë për imanin ton, për zemrën ton dhe do të jetë më e pranuar tek Allahu azza wa jall. Wa in tubduha aw tukhfuha fa huwa khairul lakum. Në qoftë se shfaqni, por edhe nëse e fshehni, kjo do të jetë më e mirë për ju. Andaj, në mënyrë që Allahu azza wa jall të na i pranoj më fuqishëm sadakat dhe zeqatet tona, atëherë është mirë që dora e majt mos ta di se çka ka jep dora e djathtë, ndonse në kohën në cilën neve po jetojmë, jemi të sfiduar shumë nga reklamimi dhe stërteprimi i gjërave tek çështja e humanizmit, ku për një shumë të vogël të caktuar bëhen reklama gjigante të mëdha, pra në mesin e njerëzve. Andaj e lutim Zotin që Allah të na shtoj sinqeritetin.